të bëni një penel të sfumuar duke përdorur një ngjitës. Atëherë si fillim me pak korrektor, do ta vendosni tek pjesa e kapakut të syrit, në të gjithë syrin, në mënyrë që ta përdorim si bazë për të bërë tonin e syve. Pra në këtë mënyrë. Tani do të merrni një ngjitës dhe do ta vendosim tek pjesa e syrit në mënyrë diagonale. Unë jam duke përdorur vetëm këto dy paletat dhe tani do të marr një ngjyrë të tillë dhe do ta vendos si bazë në të gjithë kapakun e syrit që të mos kriset korrektori. Tani do marr këtë ngjyrën e zezë, edhe pse kjo ka pak ditë nuk prish fare punë, dhe do ta vendos tek pjesa e syrit kështu si penel. Tani unë do të marr këtë ngjyrën këtu dhe do ta aplikoj në këtë mënyrë përsëri sipër pjesës së penelit. Tani po marrim këtë kafen tjetër dhe do ta vendosim përsëri këtu në mënyrë që të blendohen me njëra tjetrën. Dhe tani do të marr këtë ngjyrën këtu dhe do ta aplikoj në të gjithë pjesën e syrit. Dhe tani këtu tek pjesa e penelit po vendos përsëri pak ngjyrë të zezë dhe me një forcë të tillë e cila nuk ka as pak ngjyrë në të. Thjesht do ta blendojmë. Dhe nëse dëshironi mund të vendosni disa dida tek pjesa e përparme, unë po përdor këtë tonin që ka një didë shumë të lehtë dhe do t'ja vendos vetëm këtu. Tani heqim tepin dhe kështu do të duket. Dhe për të bërë pak më shumë diferencë, vendosni edhe disa çerpik falco dhe ky është ndryshimi.